Dy të arrestuarit për vrasjen e Egli Progës, Denis Semeqe dhe Leonida Guçe kanë lënë qelit e paraburgimit pasi gjykata e Korçës ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë ndaj tyre. Pas 15 muaj shqendrimi në paraburgim, gjykata ka konstatuar se afati ligjor ka përfunduar dhe masa arrest në burg është zëvendësuar me arrest shtëpie. Sipas të dhënave, Meqe dhe Guçe akuzohen për vrasje me dashje kryer në bashkëpunim në ngjarjen e 10 gushtit 2024 në lokalin Stropçka, ku mbeti i vrarë Egli Proga. Hetimet e prokurisë së Korçës vazhdojnë, por procesi ka hasur në vështirësi për shkak të pamjeve filmike të fshira nga kamerat e sigurisë të sekuestruara në vendngjarje. Materialet e sekuestruara janë dërguar jashtë Shqipërisë për ekspertim dhe përpjekje rikuperimi, por kjo procedurë e zgjatur ka bërë që afatet e paraburgimit të mbarojnë, duke i dhënë mundësi mbrojtjes të kërkojnë ndryshimin e masës së sigurisë. Hetimet pritet të vijojnë me të njëjtin intensitet, ndërsa e njëjta procedurë për rishikimin e masës së sigurisë do të ndiqet edhe për Voltan Shkulakun dhe Arjan Manedharin, të arrestuar për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës.